Mirëmëngjes, mirë se erdhët në ABC-n e mëngjesit, ja ku jemi për të nisur një javë të re, 28 prill e hënë, mirëmëngjes, mirëmëngjes koleg, mirëmëngjes. Kohë të mirë doni? Po. Kohë të mirë ju solla. Do më thënë që sot nuk prishet kohë, apo jo? Nuk prishet kohë, ndoshta mbas dite mund të ketë ndonjë. Ose mua më erdhi një njoftim që do ketë stuhi mbas dite. Prandaj thash, ndoshta mbas dite ka një kalim vranësirash, i cili drozbi, po pastaj dhe bëhet fjalë për orën 2-3. Pastaj duke filluar nga ora 5 e deri nga mezi majit, koleg, jo më nga data 6-7. Ka shi prap. Hec më mota shi, se po vjen kjo vera më burë, po vjen kjo vera më, ai 40 gradë që më që të ngrofa më njerë. Po të heq qërapet, me flet pa qërapet, sot shmënda. Kjo vija kuqe këtu? Nuk kam vit kuqe. Prap kapelit? Jo, kësha vë kapelit tjetër. Po mbjell flokët, koleg, po i mbjell në bache. Kuptova, është më se e qartë. Natyrisht jetojmë ditë të vështira, koleg. Ditë të mërshme. Ditë të mërshme. Përshëndesim zotin Seci, kudo që ndodhë. Po. Përshëndesim... Eshtë ato Seci i themi këshu, po Secu i thënë i thënë. Apo jo. Përshëndesim akuzatorët, kudo që ndodhë. I cili paradi ka grumbulluar, se tjerët i kanë prish me ashtu, kur kanë qenë të ri, me nga ato, kurse ky ka rujtë për të prishur me? Me lasivita. Okej. Po. Pos kësaj, përshëndesim pa dyshim gjithë kandidatët që duan dalojnë. Që po na manisin me sensin e tyre të humorit. Të cilët bëjnë gafë dhe nuk e kuptojnë edhe kur e shpjegon. Jo për shgafë. Por janë nga gjitha kratë, janë të mirë, janë... Totalisht. Dhe një përshëndetje të veçantë kemi për ata të cilët bëjnë tifo për... Interin. Dinamon që jala Tiranës. Jala Tiranës. Po, pra, më mirë ndeshje Dinamo Tiranës. Qa ishte kjo që sa po thes, se kupto? Mendova se ishte për tifosët e Interit. Kujt? Kush janë këta? Intrit. Intri ka qenë një herë, tashis... do lutet martën. Për kurën. Po. E qartë. Që e ka mirë jeta. Me gjata ata e mësuar tashmë, dhe më thënë, sepse ne jemi kundër bullizmit. Po. Dhe mbi gjitha bullizmit sistematik. Nisi kjo histori në Torino, kur ju grisën, dhe vazhdoj. Tripleta u plotsu, koleg. Ashtu? Bologna, Milan, Roma. E qartë. Por e rëndësishme është që me që ishte fjallat e këta të Interit, si komunikojmë ne me ta? Me shenja. Ja. Ne ju fishkëllem, ata bezi gjerat deti. Kjo është komunikimi me gjerat deti. Por ka disa njerës që mund të bëjnë këtë glu pa lëngje, disa duan me lëngje. Ne kemi versionin me lëngje. Unë kaq nuk kam qesh as për herë të parë. Në gjelat e detit këtë gju kanë. Çfarë thonë? Me gjelat e tjera rritur në zonë, ku gjelat e detit janë shumë pranishme. Në Elbasan? Në Elbasan, po, pa tjetër. Që i vogël unë kam pas në shpi. Thuaj që ke bërë një shkollë. Sidomos në Peqin. Do ikshim në Peqin për gjelat e detit? Jo, tha do t'ja u sjell, tha. Nuk i sodhë. Ju ftoj për drejt. Politikanë, por? Na ndjek, zoti Bukurosh. Qose na ndjek, këtu. Adresën e di edhe jashtë sezonit ne i konsumojmë. Pranoj të therur, ose të pa therur se i therin vetë. Ja, po me qull dhe jufka. Bëje si dush, pasaj. Me gjithë kjo është një emision serios, heqim dorë nga gjithë dhe flasim për paqen në botë. Sa ndjekim geopolitikën ne të tre, nuk e ndjek njëri. Sidomos unë. Të po ti e shumë e dhënë bas geopolitikës, bas konflikteve në botë, se si do të mbarojnë të historinë. Por, mbi gjitha, të shtunët, ishte dhe ditë zije, ne kemi ndjek në ABC dhe gjitha zhvillimet që ndodhën në Vatikan, veçanërisht një takim shumë interesant me zotit Trump dhe Zelinskit. Erdi u afrua dhe Macron, që pëse thuhet, ka këta që i ka lexu buzët, si këta si magjistarë, thuhet që i ka thënë Macronit, ti nuk je në vend në duhur. Qa kuptimi? Krisë... Lasivita. Edhe largohu, por nuk e dim, për herë të parë në një media shqiptare dhe botërore zbulohet sekreti i takimit mes Trumpit dhe Zelinskit.
Le ta ndjekim. Është ekskluzive. Ka taku këtë lojtarin e Interit? Po. Zelinski. Zelenski. Ma ma që si ka, preku topa i dje. Unë apo luajnë këto? Punë të tyne, punë të tyne, qëfar në duhet. Kujti mbes si plaku maqë në motor. Faktikisht, versionet zyrtare... Personazhi televiziv i ngjan ky Zelenski. Ngjan dikujt? Po njëri që ma ke dërguar ti, që ma dërguar me rilëse. Po ti ishte më bjond, për shumë. Se mbaj mend. Nga gestikulacioni nuk të... Shqiptar? Po, gestikulacioni. Gjesti? Nuk e kujtoj. Okej, kaqe. Por janë gjëra që ndodhin, le të përqendrohemi tek fushata elektorale, duhet ta themi me zërin e lartë dhe pa droj, na pëlqen, s'na pëlqen, fushatën më të bukur po e bën Lulbasha. Mr. Flower, po bën një fushat jashtëzakonshme. Domethënë është dhe nuk ka nevojë ai as për këshilltar, as për gjë, i bën vetë gjërat. Nëse nuk fiton për deputet, do të japim çmimi kult. I kishte dhënë shenjat edhe përpara 4 vjetësh. Por tani ka shpërthy komplet, domethënë talent i madh. Ka një ndryshim nga lista mbyllur në listë hapur. Po, pra. Le ta ndjekim një nga momentet më të fundit. Ai shkon dhe ulet gjumë me popullin. Takon punëtorët, takon fshatarët, takon sipërmarrësit, aty merr vetëm lekët. Por takohet, kjo ka rëndësi. A shitet vota? Nuk shitet, blihet. Apo thuaj, po blihet dhe shitet. Që do je socialdemokratet i qaj? Apo keja 2 vota për të shit? Them, bëta do të marrësh një krem. krem. Se flasim për seksionit. Mua më duket shumë mirë. Si metodologjie, si kështu. Ka nxjerr ai këto patologjisët. Më gjeni 5 me karrota, se ju griva. Po mirë bëjmë me ngjitje. Nuk është një gjë e madhe. Ajo që unë dua të ndalem është që populli ynë është ka shumë të mirë. Është popull heroik. Është popull që nuk shkon kur mbas rrjedhës, dhe gjithmonë kundër, dhe është një popull që këndon. I ka këndu gjithë udhëheqësve të kësaj bote, domethënë. Koleg, jo vetëm për 4 finalistët do bëhet këngë, pra për Gjestin, Rozanën. Mbaroj ajo, koleg. Po thonë, dhe për Gerda Gixhar këngë, e cila meriton dhe finale. Jo, s'kam asnjë gjë, ai meriton dhe finale, koleg. Nuk e di çfarë peç shtu në darkë ti, po unë shtu në darkë pash post Big Brother. Vërtet? Pash Gjibanin, mu duk më simpatik. Këngë për Gjibanin, apo i bën vetaj për vetëm? I bën për vetëm. Nuk ka qenë finale? Jo, nuk ka. Po pse? Një nga padrejtësitë më të mëdha të shekullit, po do flasim një herë tjetër. Po kush ishte në finale? Gjesti pra? Okej, morën dhe Zelenskin. Egli, Rozana dhe Sagapa, Laerti. Laerti. Mirë. Jo, mirë ka qenë kaçë. Mirë. Pse ishin 4 finalistë? Votoni numri 4. Kuptoj, e qartë. Se këto ta marrin për fushatë. Por, po të thoja që ne kemi bërë shumë këngë, sidomos për të huaj. Kemi pas këngë për Nikita Hrushchovin, këngë për Stalinin, këngë për Mao Tse-dunin, patjetër, këngë për George Bushin. Thank you USA. Kjo është? Jo, për Bill Clintonin. Për Bill Clintonin kemi pas këngë. I kemi bërë boost Hillary Clintonin. Po. Jo, vetëm boost, po dhe këngë. Monika Lewinsky. More ma këndoni një këngë, se kemi këngë për Sorosin. Po, për këngë për anti-Sorosin. Më këndoni një merja një. Për kë? Për Mao Tse-dunin. Për Mao Tse-dunin. Mao Tse-dun, Mao Tse. Po nuk e di atë? Shoku im Stalin. Dhe së fundmi kemi bërë një këngë për... Për? La Civitas. La Civitas, La Civita, La Civita, nuk ka rëndësi. Ne si që lexojmë a themi. Si e themi, ne? La Civitas. La Civitas. Si emër, Ilaçi. Kaçavitas. 3 pas buk. Nuk e di koleg, po sakrifisë edhe 9 muaj tjetri. Apo bjerë. Unë po ndroj zilën e telefonit. Po e që atë këngë dhe nojzit. Nuk është se më ishte më frymëzuese kjo. Falenderojmë zotin Maliqi për këtë fantazi të shprehur. Jo. Ne ecim para. Ka qenë përpara. Nuk ecëm fare me hapin e kohës, më fare. Po ne jemi bërë gallate madhe. Mirë, jo. Çdo popull ka opozitën që meriton. Ne popull që këndojmë për atë që paguajnë më shumë dhe më shpejt. Që na jep kesh paradhënie.
Pas pak, nga Tokyo. Do të kemi profesor Genci Qapi, është pedagog dhe studiues i robotikës në Universitetin Hosei në Tokyo. Është pedagogu shqiptar që po kthen robotët në human. Pas disa kohësh do të kemi robot, por që do kontrollohen përmes sinjaleve të trurit njeriut. Nuk besoj se do kemi kaq shumë frisa për na marrin. Ose truri njeriut do kontrollohet nga sinjalet të trurit robot, po kjo i përket. Po çfarë do bëjmë ne me këta robotët? Martohemi me ta. Pastrojnë shtëpinë. Çfarë do bësh? Nuk martohemi me ta. Kjo nuk është pike japoneze, ka këto që kanë ble kupla plastike, i kanë çuar shtëpi. Jo, kolegion, jo nazo lloj. Jo, po me qetet. Edhe janë më të lirë se robotit. Roboti do të karikim pastaj. Madje i fryn sipas dëshirës. Gjithsesi profesori në laboratorin e tij po bën disa prova që robotët të kenë akses kudo në jetën e njeriu, duke nisur nga buqësia, nga shtëpia. Po. Kudo. Ka bërë mjaft eksperimente interesante, por që do t'i shpjegojmë pas pak. Akses apo abses? Akses. Okej. Është pak diskret në punët e tij, kështu që do na i shpjegoj ai vet. Shera e dytë që lidhi me dikën nga Tokyo, kam përshtypjen. Kemi pas dhe një lidhje tjetër. Po. Ka që ishte për pjesën e parë. Na i emrat e gjithë banorëve të Tokyos. Sa e vjen. Janë shumë. Pastaj do të kemi një farmacistë shumë interesante në pjesën e dytë në studio, është Zamira Braushi, e cila ka humor, pozitivitet dhe në Instagram na inkurajon neve vajzave dhe grave që të gjejmë atë motivin e jetës që t'ia dalin përpara. Edhe burra. Si kënga e Elban Skënderit. Po. Ti je motivi jetës sime. Se ti je motivi jetës sime. Shumë dhe bukur është. Është farmacistja më e njohur në Vorë edhe është bërë e njohur fal videove karizmatike të bukura që i bën jo vetëm, por dhe me bashortin e saj. Fatkeqësisht nuk e patëm. Goxha në peshë. Po. Ka rrëzuar plot 45 kg. Wow. Po si? Ka vënë në një balon, në një. Jo. Me dieta, me palestër, që ju së bëni fut palestër. Do të bëni palestër vitit në formë. Unë do shkryte palestra atit që këndoj atë këndë. Një dhe palestra. Por, pas ka qenë dhe zysh fizike. Kam mbaruar 2 fakultete. Fakulteti parë për fizik, i dyti për farmaci, ku ka qenë një nxënëse ekselente, e shkëlqyer. Pra, është nga ato persona që të motivon me çfarë ka bërë. Si është kjo, jam 20 vjet më e madhe se burri, se këtë. Ka qenë një video virale në fakt, ku i thonin që është më e madhe se bashorti, po jo, kanë vetëm 15 muaj diferencë. Dhe këto komente vijnë pikërisht nga gratë dhe vajza, të shumë të çuditshme. Janë zigjiqare. Zigjiqare, po. Lëre tash. Mirë, e lash. Ose nga tifozët dhe për nese. Jo. Pastaj. Në pjesë të tretë do të kemi Ilir Tafaj, organizatori Sofra Tirana, se riktheh Sofra Tirana në 14 qershor, po në edicionin e 31. Këtë vit është pak më i veçantë, po. Pra se është hera e parë që do bëhet pa Ben Tafaj. Është bërë fondacioni Erben Tafaj dhe Sofra Tiranëse vazhdon dhe kjo është punë shumë e mirë. Pastaj do gatuajmë, kolegë. Lehtëshëm, se dhe moti është i ngrohtë, mund ta quajmë kështu? Është mirë, shumë mirë, është ngrohtë. 20, 21. Edhe më shumë mund shkoj. Dro shkon. Dro nuk shkon. 23 ka për shku. 23. Po, mirë, okej. Supë me shparguj dhe limon. Sa mirë. Nuk keni çfarë t'i thoni. Mos thuaj që është spinaq, mos thuaj që është. Çfarë do thuash se ja ku e ke dekorin me shparguj, më thjesht se kaq, nuk di të them. Jo, i ke gjetur të gjitha shumë në rregull, domethënë dhe jam teje i kënaqur që për në fund e gjete. Po. Këtë pjatën e aluminit ku e ke marrë në zbor apo domethënë që e ka gavet ku e gavet po mos të shuturak, ta kishin paj që kështu në përmas. Jo. Ku e ke gjetë domethënë. Kjo garanci, për tjerat jemi shumë në rregull, mund të kishte gjeti pjatë tjetër. Është një familje shumë e vjetër siciliane. Siciliane. Që kishin ruajtur në dollapet e tyre. Normal, ka qenë ajo koha që me i lukat e gjithë shtëpia, kupton, e fshihet dhe vazhdohet të pitë rradhë. E qartë. Mirë, pas pak me Genci Qapin nga Tokyo. Çfarë programi? Thuaj një program që lidhet me Tokën pikë mëngjesit. Foca Inda.